Mirdita thot hoxh, e kam nanën e smur, duhet të vedh jam të derit në gjëks, të saj dhe më thanë. Nana i falë 5 kohët namaz. A ka të lejume, apo a lejot një gjatë tillë pyet. Mirdita, Allahu të shëroft nanën tane. Allahumma amin. E para, ma vërteto me mjekësi, se kjo gjë, pra dhjam i derit është i volitshme edhe ilaçi i vetëm për ta vendosur në gjoksin e nanës tane. Kjo e para. Mos më sill llafe të sokakut rrugës. Por më sill fakte. Studime shkencore të provuara, të testuara. Dhe e dyta, nëse i ke provu të gjitha format tjera dhe s'ka asnjë alternativë tjetër, edhe është pyetje jeta vdekje, s'ka zgjidhje tjetër, s'ka ilaç tjetër, atëherë më trego edhe këta që të jap fetvan dhe të them po. Nëse në këto dyja nuk mi plotson këto dy kushte, nuk më të thonë që lejohet. Allahu e shëroft në anën tane.